Dalemi tani me zhvillimet në vend, shkojmë te Komisioni Ankesave dhe Sanksioneve. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve diskutohet për Elbasanin, shqyrtohen kërkesat e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Ndjekim. Nuk mund të vijoni debatin lidhje me besonin në pranshmërinë, anshmërinë apo profesionalizmin e ndonjë antarit kasit. Pra aq kohë sa ka një vendim që është vendimi i përsëritur në disa çështje, kjo është gjë e gjupuar tani dhe nuk mund ta trajtojmë në këtë mënyrë. Sepse ju nëse keni pretendime të tilla që vijoni dhe i keni, mos u paraqisni fare dhe e keni të zgjidhur këtë. Se nëse s'keni besim ke një antar i trupës, nuk keni besim ke trupa fare. Nuk mund të keni besim te vendimmarrja për këtë çështje. Ndërkohë, lidhje me pyetjen që ngre zoti Logu, dua ta riformuloj unë në një mënyrë tjetër dhe pastaj zgjidheni ju se kujt i përgjigjen zotit Logu apo më përgjigjen mua. Nuk ka lidhje me pagesën kjo. Ju sot thatë që ne i kemi mbledhur të gjitha ato nënshkrimet, vërtetimet atë dokumentacionin dhe jeni sipas saj jeni përpunues i parë i kësaj prove pasi ju ka sjell DL-ja. A keni sot ju një statistik se sa nga këto 200.000 apo sa janë pa nënshkrim me vizë apo me rreth? Keni një shifër në lidhje me këtë çështje? Pa e ndarë në përqarje si fillim, po në total. A keni një shifër për këtë? Jo, nuk e kemi ende një shifër të tillë. Mirë, faleminderit. Kjo tematik mbyllet me këtë përgjigje. Kemi gjë tjetër për zoti? Faktikisht, ashtu siç u thash, për sa i përket qarkut të Elbasanit, ne jemi ende në kërkim të provave, të cilat administrata thash edhe një herë tjetër nuk na i ka sjellë në formën e kërkuar nga ligji. Vazhdoj të ngul këtë e nderuar, ndoshta po bëhem i bezdisur, por normalisht që të jetë një provë e saktë para jush, pamjet filmike duhet ishin nga minuta e parë e përnisjes procesit votimit dhe deri në minutën e fundit. Ende nuk e kemi këtë dhe unë të kërkoja autoritetin tuaj si drejtues i kësaj seance, por edhe të antarëve tjerë nderuar të kasit, që të paktën administratat të na i vërë në formën e kërkuar nga ligji. Pa ndërprerje me vazhdimsi pamjet filmike. E para, e dyta, neve për të bindur duke u nisur edhe nga këto pamje filmike që ne kemi parë dhe ju kemi vërë në dispozicion dhe juve, sigurisht na ka krijuar një dyshim të arsyeshëm për sa i përket pjesës së çedimit procesit të 11 majit pikërisht në këto qendra votimi. Dhe nisur nga kjo ne do të kërkonim, do të kemi edhe një kërkesë që është çelja ekutive të materialeve zgjedhore për të na bindur akoma më shumë në lidhje me shkeljet që kanë ndodhur në këto qendra votimi. Dhe më pas të bëjmë dhe për ta krijuar akoma më tepër inkuadrimin e pikërisht atyre tabelave që kanë nxjerrë KQZ-ja, nëse kuadrojnë apo jo, edhe të rivlerësimit të këtyre kutive. Dhe ne kërkesa jonë është për 2 bashki në të cilat realisht numri i votave të marrë nga Aleanca për Shqipërinë Madhështore është 21% për Gramshin dhe 22% për Peqinin. Normalisht ne kemi filluar të shikojmë dhe gjithë pamjet filmike të Peqinit, bashkisë Peqin, pra të ZAZ 45, dhe kemi konstatuar shkelje të panumërta në lidhje me procesin zgjedhor që është zhvilluar në këtë ZAZ. Ndërsa për Gramshin ende nuk i kemi parë si pamje filmike për hir të vërtetës, por ajo që ne çmojmë është që edhe Gramshi në gjykimin ton është po në të njëjtën situatë nderuar. Këto janë kërkesat tona në lidhje me çështjen e ngarkim të qarkut të Elbasan. Faleminderit. Zoti Imçi, nëse kuptova drejt, ju po thoni që pjesë të caktuara të filmimeve nuk janë paraqitur ose nuk fillon filmimi nga fillimi, apo jo? Pra ju kërkoni, nuk e di sa ditë filmime që janë ato 48 orë apo më shumë. Zoti Pele, pyetja është me vend. Tani për ta sqaruar edhe për juve, por edhe pse edhe për publikun. Kërkesa jonë është, nëse në 2023 neve kemi administruar dhe pamjet filmike të 2023 të zgjedhjeve lokale. Dhe nisur nga kjo,
ka funksionuar në mënyrë tillë që nga ora 6:30 supozojmë ku fillon përgatitja e komisionit në lidhje me fletë e votimit me mënyrën se si ndërtohet dhe të qendrave të votimit i nderuar. Po flas për qendrat e votimit. Ka mungesë, domethënë, të pamjes filmike në vazhdimsi dhe nuk sigurojnë provën e mirëfillt, sepse nesër kur t'ja vendosim edhe në dispozicion hir, mund të ngrihet pretendimi, thashë edhe një herë tjetër, që ajo provë mund të jetë manipuluar. Pasi mund të ketë edhe ndërhyrje. Ndërkohë që po kështu na ka ardhur nga administrata e KQZ-s. Dhe ne për këtë jemi që të kërkonim një vazhdimsi të gjithë pamjes filmike. Në 2023 ne kemi pasur për vërtetës, kurse tani na vijnë të segmentuara në 20 minutë. Ka dhe njëra ka supozojmë 20 video nga 20 minuta, tjetra ka 15 video nga 20 minuta dhe nuk përcaktojnë orarin e plot të 12 orësh, qoftë edhe këto videot ndërprera. Por unë mendoj që në administrimin e provës të ishte minuta dhe ora ku ndodh shkelja, se ne nuk e dim orën dhe minutin kur ka ndodhur edhe në këto video ku e kemi vendosur, se në çfarë ore dhe minute ka ndodhur. Ne të diskutojmë format videos, që si shumë teknike gjëra. Të pyesim administratën çfarë kanë ai shpjegim pse subjekti nuk e ka marrë të plota pamjet filmike të regjistrimeve video të qendrave të votimit. Keni ndonjë informacion për këtë? Nga drejtoria e IT-s na është komunikuar që janë vendosur në dispozicion të gjitha materialet që Pala ka kërkuar dhe ato që ja kemi vendosur në dispozicion. Dhe ato që ne disponojmë. Pra, fillimisht i kishim vendosur në dispozicion 327, më pasi solli hard diskun e përshtatshëm, i janë hedhur pamjet filmike të tjera të cilat ne disponojmë. Se ideja, jo prit pak. Pamjet filmike jepen, është e vërtet, të fragmentuara në diskutimet, po diskutohet sidomos me mungesën e materialeve të cilat administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka deturimin ligjor që t'ia vërë në dispozicion Partisë Demokratike, përfaqësuesve të saj ishte Blendi Himshi që ngriti atë shqetësim, ndërkohë vjojmë të ndjekim atë çfarë thon anëtarët e KAS-it. Sensin ndërhyrje, prerje ose kudion. Ajo që ngren zoti Himshi është që këto pamje filmike nuk kompletojnë ditën e votimit. Diku jepet 4 orë, 5 orë, 6 orë, diku jepet më shumë, por më thënë në një pjesë të mirë të tyre nuk janë nga momenti fillestar i votimit deri në momentin fundor të votimit, kur shmontohet pajisja mbasi mbyllet procesi. Ka në një motiv për këtë, një shkak objektiv ose në një gjë rrethan që e bën të pamundur, apo është çështje mukajeti, apo është histori humoresh, çfarë është kjo? Fakti që në një pjesë nuk na dalin të plota, apo është teknike, se mund të jetë teknike. Është lodh kamera dhe ka dash pushim, ku diun. Na e shpjegoni dot në një mënyrë ose një tjetër këtë? Po, lidhur me fragmentarizimin me 20 minuta, kemi të drejtë, kjo është arsyeja, është thjesht çështje ekstraktimi. Pra ne filmimin e ditës së votimit në një qendër nuk mundet ta japim në një file, sepse kërkon shumë kohë për ta ekstraktuar dhe për ta vënë në dispozicion në hard diskun përkatës, prandaj ajo copozohet në 20 minuta dhe kjo ndodh në çdo rast. Pra për të gjitha pamjet që i jepen cilido subjekt, të cilës do qendër votimi, pra është një modalitet të kjo lidhet me kapacitetet teknike. Sa i takon asaj që në një qendër votimi nuk plotësohet